Ora shënon të 3 të natës, një orë kur gjithçka zakonisht qetësohet, kur dritat janë të zbehta dhe banorët e shtëpisë së Big Brotherit bien në një gjendje mes gjumit dhe mendimeve të pashprehura. Por ajo natë nuk ishte si të tjerat. Papritur, interneti u ndërpre dhe kanalet Big Brother 1 dhe Big Brother 2 Kosova u bllokuan pa asnjë paralajmërim. Për publikun, kjo ndërprerje ishte e pazakontë dhe shqetësuese, sepse ndodhi në një moment kur reality show pretendojnë se nuk fshehin asgjë. Në qendër të kësaj ngjarjeje ishte Limi, një personazh i njohur jo vetëm për praninë e tij në këtë edicion, por edhe për historinë e tij në reality të tjera. Ai kishte krijuar tashmë një imazh si dikush që nuk i respekton gjithmonë kufijt dhe që shpesh e përdor provokimin si mënyrë për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Brenda shtëpisë, ndërsa shumica e banorëve flinin, Limi ju afrua Albës, e cila ndodhej shtrirë në krevat, e lodhur nga dita e gjatë dhe presioni i vazhdueshëm i kamerave. Lëvizjet e tij ishin të ngadalta dhe të heshtura, sikur çdo hap të ishte i menduar. Në atë moment, kamerat ishin ende aktive dhe gjithçka po transmetohej drejt për drejt. Por sapo ai filloi ta puthte Albën, produksioni reagoi menjëherë duke ndërprerë transmetimin. Ekrani u errësua dhe publiku mbeti pa asnjë shpjegim. Kjo ndërhyrje e menjëhershme ngriti shumë pikpyetje dhe krijoi një val reagimesh në rrjetet sociale. Ndërprerja e internetit dhe bllokimi i kanaleve nuk ishin thjesht një problem teknik. Ato u perceptuan si një vendim i qëllimshëm i produksionit për të kontrolluar situatën dhe për të shmangur pasojat e mundshme. Reality show ndërtohen mbi idenë e transparencës, por kjo ngjarje tregoi se transparenca ka kufi të caktuar, të vendosur nga interesat e programit dhe nga frika e reagimit publik. Limi, nga ana tjetër, nuk ishte i panjohur për këtë lloj sjelljeje. Në reality të tjera ku kishte marrë pjesë më parë, ai kishte bërë veprime të ngjashme, duke u afruar në mënyrë të papritur ndaj banorëve dhe duke krijuar situata që më pas ktheheshin në tema kryesore diskutimi. Disa e shihnin këtë si strategji loje, një mënyrë për të fituar vëmendje dhe për të mos u harruar. Të tjerë e konsideronin si mungesë respekti dhe si shkelje të hapësirës personale. Kjo ngjarje nxori në pa edhe një problem më të thellë të reality show-ve moderne, zgjedhjen e personazheve problematik për hir të audiencës. Produksioni shpesh përzgjedh individ që dihet se do të krijojnë konflikte, sepse konfliktet sjellin shikueshmëri. Por kur këto konflikte kalojnë kufirin e etikës, lind pyetja se kush mban përgjegjësi. Alba, ndonse ishte pjesë qendrore e situatës, mbeti pa zë në atë moment. Ndërprerja e transmetimit e hoqi mundësinë që publiku të shihte reagimin e saj dhe të kuptonte se si ndihej vërtet. Kjo heshtje e imponuar krijoi një narrativ të cunguar, ku publiku u detyrua të mbështetej në thashetheme dhe interpretime. Në reality show, kur zëri i një personi fshihet, krijohet padrejtësi dhe keqinformim. Ngjarja e asaj nate u kthye në temë debati jo vetëm për fansat e Big Brotherit, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. A duhet të transmetohet gjithçka në emër të realitetit, apo duhet të vendosen kufi të qartë? Dhe nëse vendosen kufi, a është e drejtë që ato të zbatohen duke fshehur të vërtetën nga publiku? Në fund, kjo natë tregoi se Big Brother nuk është thjesht një lojë mes banorëve, por një mekanizëm kompleks ku ndërthuren interesat e produksionit, sjelljet e banorëve dhe reagimet e publikut. Limi, me historinë e tij të përsëritur në reality të ndryshme, u bë simbol i një problemi që vazhdon të përsëritet, përdorimi i provokimit për famë. Ndërsa ndërprerja e transmetimit tregoi se edhe realiteti më i ekspozuar ka kufi që nuk i vendos e vërteta, por interesi.